Dona Dalloshi është komandant moral i sektit televizionit. Duke këndu liderit për zgjalli, na vjen pa këtu kjo komandante për moral është. A këta të natën në përru dhe kënojnë Hashim Thaqit e Kadri Veselit pa nale da me dime, da me bime, me altia, me kalasha të gjujt, edhe nuk nas po dalë me thonë këtyne që ju pe kënoni Kadri Veselin e Hashim Thaqin. Jo, veç kësaj për bajt falla që e Dona Dalloshi njetën e vetë nuk ka hi me vjen në parlament, su kur kjo që hinke për aderën e dilke në tjetërën, veç e në nshkrujke për me vjen shtetit 170 euro me ditjen. Aja nashta komandante është për moral, veç hajnesh nuk është, ja që ato s'munësh me në gjitë. Ti munësh me thonë që ka knu kongë, ka knu për Albinin e gjithshka, ama hajne së kur jo, aja nuk është. Ja, që ato nuk mundi me në gjitë. Se që to nuk e ka, dhe sot jo, nashta nesër bëhet, nuk e di, unë nuk tham që nuk bëhet, ka mundësi që edhe bëhet. Ama dhe me sot, ti e hajne, ajo jo, aja nuk është. Se ty t'ka po krejt Kosova që ke hi për një dere, ke nënshkru, edhe ke ikë për derën tjetër. Për 170 euro, të shinkon 170.000 euro, thët njere hajtë bre se e bën gjithë kushit, se shumë e madhe pare. Po me ditja 170 euro, 200 euro, s'ka ma shumë. Për 200 euro ke prun vetin me të po krejt Kosova të hinje të dole të donë në shkrim për 170 euro, edhe ki moral me dole me na fol neve, me thonë e Dona Dalloshi është e partis sektit. E jo shka e një jo, qëfar partije e një jo, qëfar sekti e një jo. A nuk ju vike marrë ju sekti për dykës e le dykës e akës, kër i preqë shkit me orë për Beogradit, me tablat Beogradit në bërë qeverijës jo hinke ato, edhe u moshke u borë qeverijës me kjere për Beogradit. Sot që ato nuk i ki, zoj e nderuar. Sa është shumë leti me dalë me folë shka dush. Se kërkush nuk nalë, ama vërteta është tjetër sen. E vërteta është se ti ke hi për një dere, ke nënshkru e ke dalë për derën tjetër. E nuk mund është me shqit moral, e Dona Dalloshit, jo po ka knu, jo po s'ka knu. Ajo e knën kanë e dënë ajo, jo kanë dënë ti. Me pas knu Hashim Thaqin kështë e rajshu plak. Falni. Po ti nuk mund është, qëfar njerëzin jo kështu, jo po ti e budal, ti e trun shpërlar, ti e sekt, në që se ti jemi një parti tjetër. Pa jo shka e një bre. Pa e një jo që ata që keni prit listën sërbe me ardhë, pe Beogradit me votu qeverien. A e një jo që ata që keni thirë shkit, pe Serbijës me ardhë me vjellë Kosovën bashkë. Pa e një jo që ata që autostradat, gjysën autostradat i ka shtru Radoqiqi. Ja sot për del për në shetë moral tja? Ja bre, nuk dërohet kjo, për le. Tani po thujnë, jo po pse për dënë Albin Kurtin, pse për votën Albin Kurtin. Po qysh mës me votu bre Albin Kurtin? Po krejt që të dzezaj nuk i ka, po këtën ajhaj nuk është. Është i pari kryeministër që ka menu për fëmijën e Kosovës. I pari kryeministër që ka menu që nanat kur lindin me pas një rrugë vetën. Është i vetmi njeri që një plak ose një plak në që se qyrë fëmijën e fëmijëve të vetë mundet me marrë 100-200 euro në mujtë. Po ju së të sa nësë keni bon bre kur? Kur bre se keni bon së të sene? Vetëmin sen që keni bon, jo keni vija veç për veti. E djetë këtë bota e din, që veç për veti keni vija sa keni mujtë. S'keni lonë sen bre për vjellë, edhe dheve nja keni vija Kosovës, edhe delë shetë moral. Kë nuk s'munësh nuk munësh me bajtë këto sene burë. Po të paktën bëli mos dilë, që the kë deputeti i Stugut, tha do komandanta, do luftetar, tha neset mira në konë, tha po janë mashtru mas luftës, kanë vje pak, të paktën tha ne të rrim për mas, tha se na nuk i nshujmë, na i mbruën edhe ata,
Po bili mos dolin për para, din, se janë mashtru kanë vjell. Ma ti edhe ke vjell edhe po del, për në shet moral këtu, di qysh pak si e rambre për një njeri që ka pak trum, se pra që s'ka trum, ti mund është me shit moral të nditën, sa s'ka trum. Bëdjova, të shka dusha e qaq, nuk s'mendon e më larg. Ka mod një njerit normal, kur e din që kini vjell, ditë e natë s'kini lanë sen pa shit, dhe edhe doganën bre kini bon privatizu. Doganën. S'kini lanë sen pa shit. Mas na shet një moral këtu me dalë në televizor me full pa lidhe, jo aje, jo kjo, jo kë, jo ashtu. Pa nuk të ka hirë bu. Nese, jo e dini, ama mendimi jam është qështu, mendimi jam është me a thonë ato që ka meritoni, mendimi jam është me a thonë, mos me lanë me harru që ato hajni që kini bon për para, me a thonë edhe sot para zgjedhjeve, edhe nesër, edhe mas nesër, edhe mas zgjedhjeve, njëjtë ka me a thonë, deri sa të mushimen me thonë, po na falni, na kena vjedh, po nuk vjedhëm ma. Se kërkush nuk po thëtë, vëllaj na kena vjedh, po tash ajo ku ka hec edhe ma prej sodit, ka me kon njeri regull, ka me kon një mirë, ka me punu për shtetin. Ju nuk përthani këto. Ju vish premtimet thata, edhe hajnien nuk e përmend kërkush, që keni vjedh. E këto si a falë pople, ja. Gabime keni që mendani që një dit ka me a falë pople hajnien. Ju përshëndes kaloni mirë deri në video në arshme. Ju të pozitës lajka, ne koment mirë që mundi, që së në nga një videon, inshallah si odhem kryt shumë, veç e mundi me ka përcy, edhe mos me këshyrë heqë burë se unë e type me zërë nuk vi, me jo thirë, hajde këshyrë me videot e mija, po që së të pelqen, veç e ka përcen. Ju tjertë, kushini me Albinin, lajka, komente, shpërndane, subscribe, tanat, shkat mundi me bo, sa ma shumë me shpërndo videot. Ju përshëndes e kaloni mirë gjithë. A keni vrejt që 24 orë, 4 milion shqiptar flasin veç për Albin Babën. Albin Babgjushi tash, Babgjush për thamë se u bojnë shumë i madhë, tash Babgjushi 4 gjeshë, të shka du shë burë, 24 orë. Po një që ka këm bo, që ka këm vrejt, që Albini, me folë për Albinin të bënd njofë shumë. Ndash shoje, ndash livdoje, ki më njofë në këtë Kosovën, kur folë për Albin Kurtin. 24 orë, krejt këta kandidat për deputet të opozitës shka janë, nuk ka shka me folë të interesant në mëllimën, kur dalin në emision, 1 orë e gjys të i ba reklam Albin Kurtin. 1 orë e gjys kanë me folë të mundu me shoh Albin Kurtin e të folë veç për Albin. Harran aj që është kandidat për deputet. Se aj e din vetë min shansë e ka me marrë nëj votë për atyne simpatizanëve të opozitës, me dalë në televizor me shoh Albin Kurtin. Se tjetër sa nej s'ka shka me thonë një groti. Merë në shkam do një deputet, një kandidat për deputet, ose një kandidat për kryeministër, e shoh lumnire, a tjetëri, dalin na për pazar, kur e pash Bedri Hamzën e Gjavit Halitin të dalë në pazar me ble për sluqe, po nuk bëhat fushat ashtu mos pa që i di hajde burë, shkrunën privat jëtë për dykës, se për besi ju jap ide, se kam ide shumë për fushat. Ju jap, ju shes, falë nuk jap, se ju pare keni, po edhe marë bra është që ashtu me dalë jëtë për dykës, me dalë na për pazar me lyp, jo po më vynë një sharë, jo po më vynë një fshis, jo po më vynë për sluqe, jo kule, jo dimia, jo anena e njerë pa. Qysh bë njerë kandidat për kryeministër del na për pazar, harova se ju të pazarit i një gjithë, ja ju pazarit i një konë gjithë, se ju për pazar, me shqita me ble, ju se keni problem heq. Ja, ju të runi. Tu, bële kur është puna për me shqit, shtrejnë dhe me ble lirë, ju e një numër një, se të pazarit, 20 vjetë pazar këni bo me Kosovën,
keni shit sa keni mujt me fabrika, me tana çka keni gjetë për para, i keni shit për hekër, 5 cent kilën e keni shit. Tash, kur për shëpë dyköja, kish dalë në protest për shoferat e autobusa në Prishtinë. Thash këshyrë për dyköja e msheli feroniklin me 1000 punëtor e shiti, e stërshiti, e sakatoj, i qiti në rrugë 1000 punëtor në Drenas, edhe nuk fol kush një fjallë për feroniklin që kalon 1000 familje pa punë, e shkojnë, protestojnë për 22 shofera të autobusave në Prishtinë me dalë para televizion me thonë që na po protestojnë kuna Albinit. Jo era ti mas pari protestoj kundra vetvetes që keni shit feroniklin, e keni shkatru feroniklin me 1000 punëtor që i ka pas kohën e fundit, e keni lënë pa buk 1000 familje. Që ato do të me dalë në televizor edhe me na kallëzu qysh e bon të atë punë, qysh e zhdukt feroniklin. Ka shkoja, gjitha i gjigant, vendin e tretë në Evropë ka pas, e zhdukt, copa, të shnuk, nuk e latë mo as pamuk se keni lonë. Ej, qka keni bon ju? Qysh nuk ju vjen marë burë, beso më kishar marë me dalë, me shku në Drenas, me lyp vota, me thonë unë jam për dyke, unë jam uqike, unë jam kështu, a e keni sakatu Drenasën, për shembull fabrikën për 1000 punëtorëve keni lanë, 1000 familje pa bukbre keni lanë, pa rruga, pa kurgjajt. A ju e keni marë tallin ato? A i dihet, haraqen e keni marë, se hekër e sen e keni shit ato sa keni mujt, se krejt ato shka e në konë për më shit për hekër e keni shit. Ama poplin e shkrejt e keni qitë ndykojt, edhe shko një lëpni, të thonë, unë jam për dykë, unë jam u qëkë. Po qësh, largin e me fitu ju, beso, ju kanë met juve halada, kër e njeva bre, një qik Drenicës me një mision. Mo të dridh, kimet e flakve hava me t'i që njëri. Qka folke për juve? E Drenicës aja. Nuk e asë për Zrenit, asë Orekës, asë për Dujevës. E Drenicës. Në babën bram, 7.000 jetemi kalon. Edhe shka që kështë thonë. Tha shalali ko bëlltrim njerëse me konë e Drenicës e me dalë me folë që ashtu. Është kogja një sfide madhe, adin që po asoj s'penike heq, aja e kish bombardu. Ani një fjallë kërë kish thonë që ata që votojnë lë dykën, për dykën, a kën, është njajtë si me votu listën serbe, që ato i kish kallë, krejt i kish përvlu. Krejt mi kish qitë, kështu knockout klasik mi kish qitë. Por, e shra këtat lë dykës, që Allah këtat lë dykës, kur për bajnë një video për qenë sharit, ma shumë për më shkon video për qenë sharit, se kur për bajnë një video për Lumner Abdigjikon. Qash pur s'ka në ra buri fort, që ma mirë më morë me një qenë sharit, se më morë me lë dykën. A më bësh kërkon më se mërë një për të keqë, po ju krasë juve me qenë, se që ato nuk keni. Po, kur për bajnë një video me folë për një qenë sharit, për më shkon 1,5 milion shikime, kur për bajnë një video për LDK ose për Lumner Abdigjikon, për më shkon 300 shikime. Thamë këshirëbor, një qenë i sharit merën se shumë, se ketë LDK. Se s'keni metë, se hajna s'keni metë. As 12%. Krejt votat e LDK-s e PDK-s janë veçantarësia, që keni ka 50.000 veti keni bon, jo kryetari katunit PDK-s, jo kryetari qytetit, janë në kryetari, krejt që ata 50.000, herët 3, 150.000 vota, veç kryesi keni jo vota. Në popull, po ju garantoj, asë një vot nuk e keni jo. Hajde lidhë me shka dushën që se keni veç një gjës votë në popull, shka dëni keni.
krejt antarësien e juje keni me vota, veç antarët e juje votoj, se keni bo krejtar ka mësë, veç me bo numër, me këthy gjinën sa ma shumë, 50.000 kretare, nën kretare, sekretarit sa keni bo, për dëkë, a kë në të nanë. Se ju s'keni popull, ju keni veç që ata votës të juj, që ata sekretare, arkatare, kështu popull normal, thjesht, se keni asnjo. Hesh, a më bësh heq asnjo se keni. Ketë në zerojni. Me shumiz djetë kush fitan, Albini, s'ka tjetër. Për ndryshe, jo opozit, pedeni, me 28, me 29, beq, ishallah s'javnis kryt, me edhim se katastrofine. Ju përshëndes e shihem videon tjetër. E grante dhe këtë do të vazhdojmë edhe matutje. Ata që e punojnë tokën do ta kenë mbështetjen e shtetit, në mënyrë që sa më shumë të kemi bukën tonë, në sofrën tonë nga toka jonë. Nëse ka në i fabrikë prodhimi, i kemi ndihmu me masën 2.1, 20% të kryesgjës së kredis për makineri prodhuse e kemi mbulu për bizneset. E tash në mandatin arshëm, 1 miliard euro për prodhimtarin, shteti garanton për kredit investuse, askush nuk ka nevoj me lon hipotek tokën e gjyshit për me marrë një kredi e me prodhu për Kosovë. Shteti do t'jetë hipoteka për këta ndërmarrës të cilët duan të prodhojnë. 1 miliard euro për prodhimtarin Kosovë. Tjetra, nëse një biznes, qof prodhimtari po ose tregtar, ka qenë, atëherë ne i kemi ndihmu me super puna për trit. Dhe a dini çfarë? Prej moshës 18 deri 29 vjeç, do ta vazhdojmë edhe mandatin e ardhshëm, i kemi ndihmuar ndërmarrësit duke ia udhënë të rive për 6 muaj pagën minimale, që e kena gjetë 130 euro, 170 euro, e vitin e ardhshëm bëhet 500 euro. Deri më sot 23.303 në 16.500 ndërmarrje janë punësu me programin Super Puna. Pra kjo është mënyra qysh i ndihmojmë ata. Dhe si pasoj e gjitha këtyre masave, qeveria ka ndihmuar bizneset dhe do të ndihmojmë edhe familjet në përgjithësi në këtë zinxhir zhvillimi të përbashkët. E të dashur qytetar, kur jem zgjedh kryeministër me 22 mars 2021, në Kosovë kanë qenë 350.000 punësumë. Si pas Agjencionit Statistikat të Kosovës, 350.000 punësumë. Sot që po flasim, janë 435.000 punësumë. I bjen 85.000 punësumë ma shumë. Apo rritje e punësimit për 24%. Pa punësia ka rënë prej 26% në 11%. Dhe tash sfida kryesore në muajt edhe në vitet në vijim do t'jetë fuqia punëtore. Rritja ekonomike në Kosovë, qarkullimi i bizneseve, është shumë më i madh sa që kena fuqi punëtore. Prandaj është domosdoshme me lidh arsimin me tregun e punës. Deri më tash 2600 nxënësa kanë shku në 32 shkolla profesionale, në 17 komuna, në 16 profile të ndryshme. Dhe kjo do të vazhdoj edhe më tutje. Por, le të kthehemi te pika kryesore, 85.000 punësuar për 4 vjet. A dini çfarë i bën kjo? 85.000 punësuar. 85.000 punësuar i bjen ma shumë se 6 stadiume Fadil Vokrit mushën për plot. e 5.000 punësuar në 4 vjet e 9 muaj sa jemi në detyrë, ma shumë se 6 stadione për plot Fadil Vokrit Prishtinës. Ose një mënyrë tjetër me shiku këtë,
Nëse pjestojmë 85.000 për numrin e ditëve sa kena qenë qeverisje, i bjen kena punësu mesatarisht 50 njerëz në ditë. Ka një autobus njerëz e kena punësu për çdo ditë këto 4 vjet e mëmë. Se edhe slogani me cilin kemi fitu zgjedhjet të ju falenderu juve, ka qenë punësim dhe drejtësi. Pra punësimi ka qenë krye fjala e qeverisjes sonë. Matutje kemi marrë masa që prekin gjithë familjen, pa dallim gjyshja, fëmijët e prindrit. Subvencionimi i faturave të rrymës, do ta vazhdojmë edhe në të ardhmen një ndër vendimet e para, nga i cili përfitojnë mbi 200.000 familje, kush kursen energji elektrike shpërblehet. Nëse mund ta dëshmoni që në muajin dhjetor keni shpenzu energji elektrike ma pak se në dhjetorin e vitit 2024, me njëherë do shpërblehet. Pastaj, 156 biznese dhe 42.000 familje janë mbështet për pajisje efikasje, ngrohje dhe sisteme solare, 11 milion euro për izolimin e shtëpive të 3.000 familjeve, mbi 6 milion euro për izolimin e ndërtesave sociale, e kështu me radhë. E tash, të kalojmë nga familja të Ferizaj. Investimet tona në Ferizaj. Qendra kryesore e mjekësisë familjare, 2.25 milion euro investim. Spitali i qytetit, 29 milion euro investim për spital modern, plus edhe poliklinika specialistike stomatologjike këtu në Ferizaj. Stadiumi i qytetit, 19 milion euro për ndërtim të plot, gjimnazi Ismail Qemali, 500.000 euro për restaurim plot, palestra në fshatin Greme, 1.5 milion euro për përfundim, kisha katolike, 1.3 milion euro për restaurim, xhamia e madhe e qytetit, 1.5 milion euro për restaurim, teatri i qytetit, 1.2 milion euro për restaurim të plot, qendra multifunksionale, 3 milion euro për përfundim projektit, qerdhja në rrugën Recep Bislimi, 740.000 euro, shkolla profesionale, 665.000 euro, shkolla model, 767.000 euro financim shtesë, shkolla në Talinoc, 1.25 milion euro përfunduar, rrugët e Jezersit, 5 milion euro për zhvillim turizmit malor, shtëpia Hasan Fazlis në Koshare, 100.000 euro, dhe investime në energji efikase dhe objekte publike mbi 800.000 euro. Pra, është e vërtet që Ferizaj lëvizjen vetëvendosje e donë shumë, po edhe qeverisja jonë Ferizajin e donë fort. Por leti përmendim edhe disa projekte kapitale, shumë të mëdha, nga të cilat Ferizaj përfiton shumë. Brezovica, gjysëm miliardi euro investim. 500 milion euro në Brezovic, për turizm dimror dhe veror, pra punë si ndimër ashtu edhe në verë, vetëm nga shërbimet dhe mallrat, Ferizaj do të lullëzoj nga punësimi e zhvillimit. Tjetra, Hekurudha që e lidh Prizrenin me Ferizajin, me Gjilanin dhe me Bujanosin. Mandati i ardhshëm do të jetë mandat i fillimit të ndërtimit e rindërtimit të Hekurudhave. Ajo që shkon prej jugut në veri, hani e lezit në për Ferizaj, Fush Kosov, Mitrovic, Leshak. Tjetra që e lidh kombin tonë në mënyrë të hekurt, e të qelikt, Prishtin, Durrës, porti i thot i Prishtinës me portin e ri të Durrësit dhe gjithashtu Hekurudha e cila e lidh aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, Adem Jashari me kryeqytetin Prishtinën. Shpresoj që posaçërisht bashkëdhetarët tonë që po vinë masivisht këto ditë do t'ja shohin hajrin këtij trenit aeroport kryeqytet.
Do të kemi 1 miliard euro pra në prodhim dhe industri mbështetje për kreditim, amortizim të përshpejtuar për bizneset e reja, që kur janë në fillet e tyre të paguajnë më pak ose as pak, e më shumë të paguajnë atëherë kur do të ngriten, mbledhja e tatimit mbi vlerën e shtuar të shtyhet për 1 muaj në muajin pasues dhe të realizohet brenda vendit, masat që ndihmojnë qytetin tuaj të biznesit dhe tregtisë, pra jo me premtime, por me vendime të cilët sjellin punë, zhvillim dhe begati reale. Përderisa të tjerët i keni po detyrohen të shkretit me dhomë premtime që si besojnë as vetë, ne nuk kemi nevojë me dhomë premtime, sepse ne vetëm duhet ta ndjekim trendin ekzistues i cili tregon se çka ka me ndodhë e mirë, e marë, e drejt, e vërtet, e dobishme për siguri e begatin 4 vjetë me qeverisjen tonë të mirë.